të antikushtetues, absolutisht antikushtetues, dhash citova kushtetutet, citova ligjin e gjykatës kushtetuese, të cilin e shkelin në mënyrë flagrante gjykata vetë gjykata kushtetuese. Nuk ndodh kur që hajde të mbyllim të gjykojmë se si na takon ne. Po ky është konflikti më flagrant i interesit. Nuk ndodh kur kjo, përveç se në Shqipëri që ndodh çdo gjë. S'ka sistem. Që në këtë moment që ata bën gjyqin se cilin të përzën, kjo ishte turpi i tyre. Turpi i madh, i pape, se ata akti i parë do i thoshin Bajrambekës, ne jemi në konflikt interesi, ne s'mund ta gjykojmë të problem. Hajde drejtoju ku dush, am thonë. Pra, e para, e dyta, Sonila Betja kishte filluar në detyrën marr mandatin në 2020 dhe kushtetuta dhe ligji përcaktojnë asaj mandatin 8 vjeçar. Së treti, nuk është kur presidenti që i drejtohet gjykatës kushtetuese me zgjidhje të problem me shkresë. Tani, unë e kuptoj, në qoftë se presidenti don ta zgjidhte, i thoshte parlamentit. Parlament, ka një ligj, keni bërë një ligj e gjykatës kushtetuese, ku keni shkruar se forma e rotacionit aplikohet gjërë në vitin 2022. Prandaj, hiqeni këtë afat në mënyrë që të vazhdoj forma e rotacionit deri në vitin 32. Nuk e bëri. Pra, gjithçka është në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën.